dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur që porrenon prodhimin bujqësor dhe blegtoral shqiptar dhe zbatimi të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit evropian. Krijimi i Agjencisë Studimit të Tregjeve dhe Orientimit të Fermerëve pranë Ministrisë së Bujqësisë ose pranë Kryeministrit, që të studiojnë tregun e brendshëm e të jashtëm të produkteve tona bujqësore dhe të bëjnë një orientim makro për fermerët shqiptar për çfarë dhe sa duhet të mbjellin. Kështu do zbuten shumë krizat e krijuara nga stoqet. 11. Mbështetje me grante dhe kredi të buta fermerëve dhe agropërpunuesve për futjen produkteve të reja në prodhim dhe përpunimin e produkteve bujqësore, automatizmin, digitalizimin, blerjen e traktorëve, makinerive dhe pajisjeve të tjera për kryen e shërbimeve bujqësore.